Mirëmëngjes. Shajke mbari li kam një rrallë si shajke. Të një tjeta? Një tjeta. Një tjeta? Sabri! Gati është! Aty! Stop! Ja! Babush, në verë të presim, të marrësh gruan dhe të vish kalor sa ditë në anët tona, ha? Të vi? E po, miru pafsh. Rrugë të mbarë dhe miru pafsh. Rrugë të mbarë, babush. Faleminderit.
Po ti, more. A do të bëhesh shofer? Po, gjush, unë ta kam dhënë fjalën. Donika, do vish? Jo, unë do presi këtu, miru pafshim. Ti e Donika? Po. Më ka porositur Gjazemi të marë, prandaj. Po ku është ai? Hajde, vip, ta tregoj rrugës. Zakonisht kthehesha me të në qytet. Nuk e di se si filluam ta bënim rrugën gjithnjë bashkë. Isha mësuar me të. Tani që makinën e ti ma dhanë mua, mund të udhtojmë bashkë. Kjo është edhe dëshira e ti. A je dakord? Dakor, sepse jo. Kështu e kemi njohur gjithmonë Gjazemin, të papërtuar, të gatshëm për rrugët më të vështira. Vërtet sot jemi mbledhur për të festuar daljen pension të Gjazemit, por ne gjithmonë do ta kemi pranë, me shembullin e tij, me shpirtin revolucionar, me devotshmërinë e tij prej komunisti. Gjazem, ne kemi shumë nevojë për eksperiencën dhe mjeshtrinë tënde. Prandaj, derën e parkut e ke gjithmonë të hapur. Faleminderit, Urime, pension të mbarë, Gjazem. Urime. Faleminderit. Pension të mbarë, Gjazem. Emër papush. A t'ja thema? Ajo, kjo është biznes. Ky është mësuar të bredhen e të Shqipërinë. Prandaj mbaje mirë dhe mos e lëshon. Rrior shetan. Urime. Gjazem, mos u plak shkur. Faleminderit. Si sta morën një latën, more për i dheut, e? Jo, po si ti që mbete gjithmonë me latën e tretë. Ha qok, një fotografi. Mirëmëngjes, baba. Po, mirëmëngjes, vi. Po pse ngritur kaq shpejt? Po ç'të bëj? Nëse për zakon. Shko ulu tash se kafen ta sjellëm. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, trimi gjyshit. Baba, mira? Mirë që. Po ti do? Tani po I bën detyrat? Dritan që shpesja me vanesën. Gati. Mirëmëngjes, gjyshi. Po, mirëmëngjes, gjani gjyshi. Hajde, Rida, shpejt se u bëvon mami për punë.
Uriti ma miri se më të ngjyshe mua. Nëse, lere se do të qëjë. E shef, më të ngjyshe mua. Do të ngjyshe. Të lumë shindruar. Ditën e mirë, baba. Ditën e mirë. Mirë gjeqa, baba. Mirarç, nëse. Miru papshim. Miru pafshi. Ditën e mirë gjyshi. Ditën e virgjën. Mirëmëngjes. Gjyshi, e di veti mos harro. Jo, më gjani dyshit, unë do të të marë, unë. Ha, Petrit. Për ku kështu? Për trupa dhe gjë. Ha. Dëgjo, mos më thuaj të. Nejse, si të duash gja. Ore. E qëfar gjagjaja mund? Unë do të ngas makinën në dasmën tënde. Ke për të parë. Edhe unë ku ta gjej një shofer si ti. Vërteta? Edhe atë porosin e qoba deri në punë. Cilën porosi? Donikën e pas ka harruar. Është vajzë e mirë. Është shumë e mirë. Dëgjo. Donikën e kam si vajzën time. E kam manet nga unë. Prandaj po bere në një prapsi. Ta dish se do të kesh keq me mua. Më kanë ngarkuar të sjell fotografitë e ceremonisë pensionit. Si që she, mirë është. Heja ku është? E po? Rrugë në mbarë. Faleminderit. Dëgjo. Me këtë sinjal do të përshëndes do mëngjes. Ki kujdes mos të zeri gjumi. Miru pafshim. Aj, miru pafshim. E di si më tha, do të ngas makinën në dasmën tënde. Edhe unë i thash që ku ta gjej një shofer si ti. Do të shoqëroj. Jo, faleminderit. Do të shoqëroj patjetër se të kam amanet nga Xhazemi. Këtë ma lerë mua. Jo, s'ka gjë. Po mirë Po po. këtu afër shkolla, Po s'ka gjë. amaneti.
të të presë shtunën. Nuk e kuptoj që po ndodh me ty. Përse mërzitesh? Me gjithmonë nuk e kuptoj. Kollaj të duke ty? Deri dje unë kam ecur fluturinte. Miliona kilometra kam bërë. Bile, asë zgjerimin e qytetit tim nuk kam mundur të shomir nga që kam ecur për diku. Kurse sot, të tjerët nëzitojnë. Nërsa unë, Pse, dash ke të punosh deri në orën e fundit. Ke punuar boll. Dash ti ardhi koha që të çlodhesh. Shteti pensionin ta ka lidhur, çdo më shumë. nuk arrit dot kështu. Forca gjyshi, forca! Po I ndryshoj vendin. Forca! Që bënash më more? Hajde shikoje një herë. Më duket se këtu është më mirë. Gjyshi, na se u lodhe. O, to bëpë gjyshi. Ç'na gjeti. Sa herë ke ndërmend t'ja undrosh vendet, ha? Po hajde më shikoje një herë. Shto vikot, ti për gjysmore do t'i ndrosh prap. Rja der bardhe ç'lodhu ca, pse lodhesh? Po tani, ç'ke ndërmend të bësh? E po këtë ç'na e nxorën? Do ta çoj në balkon. E pse? Do mbjell një ardhi. Ardhi? E më ardhitin Allah selua? Nga ta çoj. E, more burr. Ç'po I hap të lashe vetes kot? Azem, ç'pas ka ardhur? Erdha të takoj sekretarin e partisë. Më thanë se sot ka ardhur këtej. Këtu brenda e ke. Përgatisim një koncert. Nesër nisemi në aksion, ne Kurudh. Do punojmë një muaj atje. Ka shpejt? Pse shpejt? Ne kemi kohë që përgatitemi. Ku duhet biseduar për të ardhur me juve? Me Andrean, kretarin e flotit. Xhaxha, e ke këtu kryetarin e frontit. Verse këtu puna është me radhë.
Ta ndezi qike? Gjazem, urdhëroni. Dëgjoj, Andrea, kam të drejtë të kërkoj diçka. Shta për vondeni. Si vond? Po ata nesër nisë. Ku ta dinja unë more djema që të mos vënohesh. Po dhe sikur t'kisha arë më parë, nuk do t'nisim dot ka shpejt. Sepse është një listë kaq e gjatë me pensionistë që duhet shkojnë në aksion sa që... Pse ore, nuk bën dot gjeti për mua? Kësaj radhe nuk bëj dot gjë, Gjazem. Ta rregullojmë ne. Që të shkosh turnin tjetër. Gjerë në turnin tjetër? Po ne kemi punë të tjera plot për ty. Çfarë punësh? Po ja, a nuk do doja të shkojnë në shkollë të flisën nxënësvet? Konferenca nuk ditë. Po s'është punë konferencësh. Ti do t'u tregosh atyre si keni luftuar, si keni punuar. Ti ke shumë gjëra për të thënë atyre. Shokuratarën po jo presën. Mor djalë, mos prit. Shko fillo punën atje ku ta kemi thënë, në bujqësi. Në bujqësi, shokuratar? Unë me kushtet e mia? Pastaj unë kam mbaruar dhe shkollën mesme. Po pse, more djalë? Shokët e tu që kanë shkuar vullnetar fshatrave të, që janë? Si dhe qofë, shokuratar, unë po kaloj dhe një nesër. Kot që të vish, shko fillo punën. Ç'është kë? Na mbiju në derë, nuk do të punoj me shokët. Është djali Zenelit, ati i shoferit. Cili nga djemtë të Zenelit e ti? Agroni? Agroni, pse? Hajde no. Po... Më falni, po nuk po kuptoj asgjë. Jam një shoku i babait tënd. Kur ke lindur ti, unë me baban tënd kemi qenë në pyjet e pukës. Kishim një muaj që punonim natë e ditë në mes të borës. Ti ke lindur në janar apo jo? Po, në janar. Kishim shumë punë atje. Transportonim trunjë. Punuam gjithë natën që të vinim sa më shpejt tek ti. Nuk të ka treguar Gjezeneli se si ka punuar? Ma zëni thoni ju... Unë nuk dua të them asgjë. Pse nuk paha? Skënderi ishte nga ky fshat. Ata e kishte dërguar qeta që të na merrte ne 5 vetave nga qyteti që do delnim partizan. Pra, beheshim 6 veta me 2 armë. Kur anë ata, ne u nisëm. Pikërisht, te ky rrap, papritur, armiku na qellon me breshëri. Bobo i them Skënderit, ne s'kemi armë. S'ka gjë thotë. Dhe janis të shtjerë me mitralos për me zgabrave të tjera. Në errësirën e natës, dëgjojmë zërin e Skënderit që tharrejt hurra. Atëherë, ne të gjithë sulemi mbas tij. Kështu çam rrethimin. Ne që e sipër, ndjeva në sub dorën e Skënderit që rëndonte si plumb. Jam plagosur rënd, më thotë. Po vdiqja, më varosni pranë këtij rrapi. Qeta është në murës. Baba. Ha. Si shkove në punë? Mirë. Po ti çka? Asgjë. Diçka ke se unë të shoh të menduar. U fola nxënësve të shkollës për luftën. Kujtime,
E di, baba. Kujtimet e lodhin. Ja. Kujtimet nuk më lodhin mua. Por puna është se unë nuk di të flas mirë. Më duket se flas shumë pak. Kurse ato janë aq të pasura. Nuk jam i gojësur. Ti ishte në një gjë tjetër. Për punë. Po. Asaj e them unë. Ç'të tha Andrea për punën e aksionit? Prap në drejt. Po shpejtar, baba. Si shpejt? I ku gjithë kjo kohë? Po ti përse ngutesh, baba? E sa po dolem pension, shplodhu. Ti ke bëraj shumë sa cili do nga ne do të kish cili. Këto fjalë mos mi thuajme. Në qoftë se këto i thua sepse kërkon që të më qetësosh mua. Kote ke. Por ama në qoftë se kështu mendon, shiko se nuk jenë rrënë. Njeriu, sa të jeti gjallë, nuk duhet të thotë kur u lodha. Vare mirë gjerë. Nuk po e gjerim do tanë. Jepi gas. Në rregull. Faleminderit, babush. Ishim në shtëpi, po nuk të gjetëm. Më tha Gërgoja. Isha një shkollë. Unë po shkoja me nga reparti aty më gjenë. Do qje? Mirë pafshim. Mirëmëngjes, babush. Mirëmëngjes. Të njët jeta, Gjazem. Të një deta. Gjazem, si jete? Të një deta. Së nda shpirti nga parku. Erdi Bardi. Flora, një kafe si e dy vetë. Pa shiko kush ka ardhur shpejt. Babushi, ku jemër, babush, ku je, se na mori mallin e mori. Po se kam si e, te kemi ardhur në shtëpi, te kemi qenë. Pam dhe atë kopsi që ke ndërtuar mbi balkon. Shurua janë ata se në taracën e pallatit do të bëj një vresh. Do pim rakisa do shkjepe. Uroje Bardi. Pse? Uroje se i lidi prap vajzë. Lene, babush, lene. Sa të bënë mori uro? 4, babush, 4. Të të rojnë e me 4 të ndorë. Një përnet babushit. Lola, një përnet. Mendon për djemtan kjo re. Me jetë të gjatë. Faleminderit. Ama babush, edhe ky Petriti jotë si shumë qef e ka atë rrugën e sharrave. Babush, do vish me mua. Kam një rrugë andej nga miniera. Jo, në asnjë mënyrë. Azemi do vi me mua, me kolegun e vjetër. Babushi do vi me mua, se do më dëgjojnë çik motorin. Babush nuk i ka gjë motori këti. Dëgjoj, unë bëj një rrugë në Korçë për mollë. Ti si ke shqip? Unë sot do të shkoj me Petritin. Donikën e kam marrë çdo të enë dhe e kam kthyer çdo të shtunë. Është vajza e mia. E pastaj? Po dhe unë djali mirë jam. Ti s'di të mbash një makinë, në tashke edhe... Po ti, s'kishe folur mbrëm në mbledhje? Mbrëm?
Po, folë. Vërtet? Në 4 vjet 5 vjeçarin. Mirë? Po këta që vinë këtu? Janë pensionistë që ndërtojnë qezma. Po këtu që nga edhe Rakipi, më. O Rakip! Urdhëro! Po në që benë aty, më? Ja, si që shef, punojnë. Puna mërë. Marë paqë. Marë paqë, mirë se erdhe. Po ti plakesh, apo rinohesh, mërë dhe? Rinohem, ma se rinohem. Po që beni kështu? Ja, qezmë. Po ti që bërë? Në pension? Mirë, mirë. Mirë. Ja, nga fak. Si duket? Bukur. Po kujt I shkojnë në rëmand? Mësusit, ki pjellë me anje për kapon. O, nga dalë. Kujdes kam. Kujdes, nga dalë. Dorë. E lumësin të raftë. Kjo ishtë dëshirë të gjithëve. Gje e mirë, ti kthesh burimet në qezma për njerëzit. Loni ka qenë tipograf. Dërsa Nasi, mësues. Asnjëri nga ne nuk dinte të bënte qezme. Që thua ti, na duhej një gurgdhëndës. Dhe nuk e gjetët, a? Jo, e gjetëm, po nuk e mbushesh mendja. Aty I pëlqente me fort qezme apartamentet. Dhe nuk pranoj. Por ne nuk ju ndam, ama. Ky është muratori edhe gurgdhëndës. Unë edhe tani zanatin tim vazhdoj. Kurse neve, na u desh ta mësojmë të zanat në pleqëri. Hajde Nasi, theuj! Kështu pra. Çdo njeri duhet ta pyesë vetën e tij. Ç'bëra unë për të tjerët që do të vinë pas? Të pëlqen puna jonë? Emre. Puna e krijoi njeriu. Në puna duhet ta përcjellë atë. Dëgjoj sa rrohet të them. Mas të shkoj mendje të kërkosh ti dhe në emrin tënd një burimi, se njëri që ishte para teje për shumë për të punë, As se më shkon ndër mend fare. E kush e vuri gurin I pari? Zosi. Hajde Nasi, inauguroj. Erdhe. Hajde, tani ju bëre yni. Po të shumë ngrit mendja kështu me këto burime. Ku e ka me shallin? Ja tani baba. Mëngjes Zishi. Mëngjes Janisht. Mirëmëngjes. Çmirëmëngjes. O bë për të mirë dita. Do më çosh mua në kopës? Jo, Gjani dyshit. Sa do të shkoj në punë? Hajde punë dyshit ishte. Baba, merri dhe këto. Ditën e mirë. Ditën e mirë.
na lëvdëroi sekretari i partisë më rënd. Po ky ishte mendimi i gjithë organizatës së rrugës. Po nuk po bëjmë ndonjë punë të madhe edhe. Mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjesi. Ama na ka naqë partizani ti, ha? Pas ka zënë gjumi sa të më thuash. Mora ju shpëtuat mirë, si ju mbrojtën 2 herë shtyllat. Ama njerë fituat. Gjazem, hajde hypni. Kush e ka gëdhendur kaq bukur këtë gur? Zana. Ti nuk e njeh Zana. Është vajzë Simos, studion për skulpturë. Është burgdhëndse. Ka marrë zanatin tim. E kam vajzë e pleqërisë. Kalosh u mërzit pak, por nuk ishte që të bëmte. Që ka shkrepur në kokë nuk... Pa ju rritur kratë? Po të di më jo amaj, gjithmonë ka qenë i dhënë pas punës. Po të rritet, sa të çlodhe se mbrëm që keq në reumatizma. Ke për të parë që do të shërohet fare. Kujtohet atëre që punon të pa pushim, nuk kanë kohë për asgjë. Duhet të dëgjosh e të mbash mend këto që do të them. Në fund. Ja, natyra është shumë e bukur dhe gëzuar. Ti tani do të nisesh për të shëtitur. Bëra Darbardha, a e kishim lënë të shkonim të Selua. Se ne na rrethoi. Po mirë. Me zi kam pritur që të dalësh në pension e të mblidhemi të gjithë së bashku, Hapi se mirë për para Jo vetëm për të parë bukuritë e natyrës, por edhe rreziqet që na kanosen. Tash më jepni ndonjë gjë për të ngrënë, se më kam marrë. Hapi kratë e saj të bukur dhe... Unë kam besim se do bëhet. Me gjithë e provojmë, si thuaj. Anës e moj, anës e moj lumit. More, ku do të ham gjezine? Po ti prit dhe sa të mbrim ke burimi. Po hajde, hec. Që shtë thuash? Po. Se ti sa në të bëj bërek? Poli more, nasi. Po si po si bërek, të pish gjishtat bitë. Jo prap me Zhanën ke. Ja po Zhanën kështu e jo Zhanën. Që jo? E kam vajzë për kokën e vajzës. Po ti mos unë zede se nuk të shau njëri. Jo. Ishë gjytje fole dhe ti pasha e saktuash. Ore, po që bëmë shu e hafre gjithë bërekun. I mirë kë bërek. I mirë. Ja regulloj unë ti. Qa ke mërsi? Vjen për tjetër dhe tjetër. Po qa kemë në i duhe në një rrë ke? Po se në vesh, të rrë të marim vesh. Hajde regulloj. Qetësohu njërë, qetësohu. Kalon do njëri këte dhe nervajzë në përgojnë. Po ti nuk të shau njëri për kundër si të lefterojmë. Po pse mërzitesh? Sa zana ka në qytet? Qërra taj, bukur e ka shkruar. Dëgjo, mos unë ze. Dëgjo mua, mos unë ze. Në një ditë mund të bëhet dhe ndry ytë kry. O, dëgjo mua, ti se të mua.
Edhe shargjinve ju bën një qezë. Po, kam nipin që punon atje. Shi binte më thaj dhe ata se lam punën. Shi the, prit se do e dëgjosh zërën, për amatizma shi dhe lakështi e kërkon. E që i gjeti ata, më të fort nga ne janë. E po si mua është më i vjetër nga gjithë ne këtu. Që nga mushmenja dhe ty të bësh qezma, Pak pun, pak era e malit, dhe e ti laq për pleqerin. Simo, Zana. Zana jote. Tani do ta njohësh edhe zanën time. Ç'ke Simo? Ç'kërkon ashtu? Nuk kam gjys lëkt. Ja, po t'jap të mia. Ama, goxha djalë qenka. Edhe Zana, që ka koqra vajzë. Ama qifti buku. Shkojmë. Mjaft se do t'i marrësh më syqet e ti, po mjaft. E po, kështu është kur ke vajza. E njohun atë, ka shok klasën. Puna e mbarë. I lumshin, krati lumshin. Kryetari gëzua shumë. Prandaj edhe më dërgoj. Urdhëroni e pini nga një got lavë. Sa për të freskuar. Gjazem! O Gjazem! Më bëhet qefi që nuk po më njihni. Kur linda unë, ju me baban tim transportonin trunjë në pyjet e pukës. Kurse ne punuam gjithë natën që të vinim sa më shpejt tek ti, ha? Si ja, gron? Mirë, shumë mirë. Po ju këtë? Po ja. Bukur. T'ju presë të shkojmë bashkë sot? Ja, ti shko për para. Unë do të vi me shokët. Pastaj, mbas dite është në një mbremja, në një shtitja, në një kinema. Dakor, atë. Miru pafsh. Miru pafsh. O, Gjazem, mos harroni ju kam borxh një qirasur, e? Kur do të kapi nesër? Atë po bisedonin me Lonin, po unë nesër do vete të punoj në muzeun e luftës. Kurse unë kam ledhin lagjet. Po atëre ne ngelemi 3 veta. Jo, asun nuk do të vi nesër. Pse? Në një shkollë më kanë kërkuar të flas. Shumë mirë. Po bisedoj sot këtë ta vi nesër. Mirë, u po shkoj nga dhëndri se ka sjell një rakit mirë që çke me të. Pa vje dhe orët me ty, pra. Hajde! U lodhe, ha? E pse të lodhe unë? Jam mësuar të ecin jetën time. Po, jo në kam, ama, ha? Si do qoftë. I thonë 4 milion kilometra rrugave ja. 4 milion kilometër rrugë. Unë do t'i kisha rënë botës rrethëqarë kush e di se sa herë. 4 milion. Interesant sa ecën njeriu në jetë. E pra ti je më i pasur nga ne të gjithë këtu. E po ju ecni përpara, unë do vi më vonë. Po pse? Do pres Petritin.
Më ka sa të njësë. Mirë. Mirë aqë. Hajtë një. Mirë merci. Të jetë. Si Gjazem? Mirë më i bi, po ti si e? Mirë. U lodhe babush. Qka, po ti? Pak. Nisemi? Nisemi. Dhe jo babush, sot takon ty t'i jepësh në timon. Është për të çuditur, babush. Shoferi gjithmonë e kupton shoferin. Tani besoj se e meritoj të quajmë shofer, apo jo? Ti je mësuesim dhe të takon ta thuash. Ja, sot nuk po të them asgjë. Të kujtoj çfarë më ke premtuar? Çfarë? Po kujtoju një. Ta zëm se kujtesa ime ka filluar të më lartë. Më ke premtuar se do të ngasesh makinën në dasmën time. E po kuptoj më në fund. Se dhe unë djali mirë jam.